unë nuk egzageroj nëse them që sot është një ditë krenarie për forcat e armatosura, është një ditë krenarie pa diskutim për trupën pedagogjike të akademisë dhe është një ditë krenarie edhe për shtabin e përgjithshëm. Ndërkohë që kur kjo fushë ishte një pasqyrë dheu, forcat armatosura mbaheshin në këmbë vetëm nga pasioni, nga përkushtimi, nga këmbgulja dhe nga edukata ushtarake e atyre që ishin përfaqësues të këtyre forcave, por që ishin më të keq paguarit në rajonin tonë. Sot ne kemi forcat më të mirë paguara të rajonit dhe nuk do të ndalemi në asnjë vit së rrituri pagat e tyre, sepse ambicia është që në Shqipërinë 2030 forcat tona të armatosura të jenë të paguara sa mesatarja e forcave të Aleancës së Atlantikut Veriut. Më në fund ne jemi fare pranë realizimit edhe të një zotimi tjetër për statusin e tyre. Gjithçka është gati, është raundi i fundit i boksit mes ministrit të mbrojtjes dhe ministrit financave, por në këtë rast unë që më detyrohet të bëj arbitrin jam me ministrin e mbrojtjes. Kështu që edhe këtë së shpejti do ta japim si një lajm të shumë pritur nga ushtarakët.